Avokatët e Sali Berishës, i pandehur për korrupsion lidhur me dosjen Partizani, i kanë kërkuar gjykatës së posaçme të thërrasë si dëshmitar kryeministrin e vendit Edi Rama. Është dëshmitar kyç sepse ai mori vendim për ndryshimin e destinacionit pronës. Pa veprimin e tij nuk do të ishim në këtë seancë. I kemi bërë kërkesë edhe SPAK-ut që ta merrte në pyetje dhe nuk ka pranuar, u shpreh Genz Gjokutaj, avokati i Berishës. Më herët gjatë seancës gjyqësore, avokatja tjetër, Klodiana Gjyzari, paraqiti argumentet për dosjen, duke synuar rrëzimin e provave të prokurorëve të posaçëm. Sipas avokatës, ka mungesë të faktit penal dhe SPAK nuk ka arritur të identifikojë në kërkesën për gjykim veprimet konkrete të Berishës përmes të cilave ka shkelur ligjin. SPAK e akuzon Berishën për një veprimtari të tërë administrative, kur do të duhet të ndante veprime konkrete, të tregonte para gjykatës pasojën që kanë sjellë këto veprime. Aktet që përmend prokuroria nuk kanë karakter individual, por të përgjithshëm. Në kërkesën e vet, SPAK ka gjetur fajtorin dhe më pas fajin që është kryer. SPAK nuk ka sjellë asnjë provë që Berisha ka rënë në një marrëveshje paraprake për privatizimin dhe më pas e ka kryer përmes akteve ligjore dhe nënligjore që në përfundim të merrte rishfetin përmes dhëndrit të tij, u shpreh Gjyzari. Sipas saj, ndjekja penale ndaj Berishës ka qenë ndikuar politikisht. Këto pretendime mbështeten në deklarata të kryera nga kryeministri Edi Rama, ambasadorja Yuri Kim dhe ish zyrtari amerikan Escobar. Edi Rama i ka bërë thirrje SPAK-ut të hetonte çështjen dhe në deklarata publike i ka mësuar edhe si duhet ta bënte këtë hetim. Shumica parlamentare ka bërë një kallëzim, vlerësimi i të cilit ka kaluar afatet dhe tregon veprimtarinë e SPAK-ut në ndikimin politik. Ai kallëzim po ashtu mbante rrethana të rreme dhe SPAK nuk e ka hetuar këtë fakt, theksoi mëtej Gjyzari. Ajo u ndal edhe tek vizita në Shqipëri e këngëtarit të njohur Ricardo Koçante, që citohet në akt akuzën e SPAK-ut. Si ka përfituar Berisha nga vizita e Koçantes, duhet ta përcaktoj prokuroria, u shpreh avokatja. Sali Berisha akuzohet nga SPAK për favorizimin e dhëndrit të tij Marbër Maltezi për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani. I pandehur edhe Maltezi e disa persona të tjerë.